cila do të ishte mosha ideale për të pretenduar një vend në parlament nëse ke studiuar dhe je ndrimtar për të dhënë një kontribut në politikën e Shqipërisë? Besoj që një moshë 30 vjeçare do të ishte një fillim i mirë. Por problemi është që nuk mund, në gjykimin tim, mbase unë gaboj, mund që gaboj rënd këtu, por gjithsesi është mendimi im. Juve sa vjeç keni qenë kur ju propozuat ishit në kryetare e Bashkisë Tiranës? Unë kam qenë 39 vjeç dhe kam thënë që nuk e di nëse mund ta bëj. Pra kisha 18 vjet eksperiencë pune të një rëndësie të veçantë. Kam pasur dyshimet e mia kur 50 vjeç jam bërë ministër. Kam thënë nuk di nëse jam më i miri për ta bërë. Dhe a do mund ta bëj ashtu siç mendoj unë. Një njeri mund të jetë dhe kryeministër 35-40 vjeç. Po ministri i financave gjykoi që duhet të jetë me thinja. Ministri i drejtësisë gjykoi që duhet të jetë me thinja. Pra ka disa shtylla shteti që kërkojnë eksperiencë të mirë madje edhe të gjatë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.